Shikues nderuar, ju përshëndesim rikthyer sërish në TikTok, ku do ndalemi ditën e sotme tek disa zhvillime të rëndësishme gjeopolitike. Pra do të fokusohemi tek lindja e mesme, ku nga njëri kraj Irani ka paraqitur Shteteve të Bashkuara një propozim të ri që përfshin heqjen e sanksioneve ndaj Teheranit, lirimin e fondeve iraniane të ngrira dhe përfundimin e bllokadës detare ndaj vendit, por sigurisht do të fokusohemi edhe tek takimi që presidenti i SBA-s Donald Trump pati në Pekin pra me Xi. Kam të ftuar në këtë pjesë të parë për diskutuar me këtë zhvillim. Rejt, përshëndes. Përshëndetje Griselda, faleminderit. Atëherë, për ta nisur sigurisht me zhvillimet më të fundit në lindjen e mesme, do doja të pyesja se si e ke parë fillimisht takimin që ndodhi në Pekin mes Xi dhe presidentit të SBA-s Donald Trump dhe çfarë prodhoi? A kemi ndonjë marrëveshje të fshehtë e cila nuk është zbardhur gjatë këtyre ditëve? Atëherë, lajmi i mirë është të mëdhenjt po ulen në negociata. Po flasim për dy superfuqit momentale. Kemi Shtetet e Bashkuara dhe Republikën e Kinës. Kemi një takim bilateral midis presidentit Trump dhe presidentit Xi Jinping, ku ishte më tepër një formë ulje në negociata për të shmangur atë çfarë ka ndodhur. Dhe kemi mbi një muaj që Hormuzi është i bllokuar. Ne kemi përmendur pak më përpara që 50% e asaj çfarë del nga Hormuzi lidhet drejt për drejt me Kinën. Patjetër. Kemi përmendur dhe më përpara çfarë ndodhi në Venezuelë. Tashmë që pjesa jugore e kontinentit amerikan është në tutelën e SBA-ve, duhet përsëri ndërhyrja e tyre. Kemi parasysh faktin që Kina kishte marrëdhënie ekonomike me Venezuelën, merrte naftë nga Venezuela, kishte zhvillonte tregti me Venezuelën. Tashmë është detyruar ta bëjë me Amerikën. Gjeopolitika ka ndryshuar. Nuk janë më të njëjtat kushte, duhet negociuar kushte të reja. Dhe pikërisht kjo ishte arsyeja pse Trumpi u takua me Pinin në fillim. Kemi të bëjmë me një situatë të re, kemi të bëjmë me një rend të ri global. Do të kemi parasysh që nga futja e Trumpit me njëherë në skakerën politike globale kanë pasur ndryshime shumë të thella. Pra praktikisht nuk kishim një marrëveshje të drejtë për drejtë. Ajo çfarë u diskutua ishte çështje tarifash, ishte çështje importesh prodhime bujqësore, ishte krijimi i një mediatori. Kryesisht nëse do të referohemi luftës në Iran, konfliktit në Iran, kjo mund të cilësohet si arritja më e madhe. Dëshira që kishte edhe Donald Trump nga njëra anë, po edhe presidenti Pin nga ana tjetër, për të kaluar si një formë mediatori, që ajo çfarë po ndodh momentalisht që jemi tani në kushtet momentale, pra ngushtica e Hormuzit, një lirim i saj. Dhe po të vini re që nga mbas takimit Xi Trump ka pasur ndryshime. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dhënë dritën jeshile për kompanitë kineze të cilat marrin naftën nga Irani, pra janë të lira për të kaluar në Hormuz. Kemi një marrëveshje tjetër me Bashkimin Evropian nga ana tjetër, ku Irani ka pranuar të lëshojë anije të dalin nga Hormuzi. Pra ajo çfarë po synohet sot është arritja e një marrëveshje diplomatike dhe arritja e një lloji stabilizimi në mënyrë që tregtia botërore të vazhdojë të ecë normalisht. E qartë. Ri, nga ana tjetër mendon se mund të jetë Kina vendi i cili mund të frenojë për atë gjithë konfliktin që po ndodh tashmë me Iranin? Kjo ishte një tematik e lënë ende në pikpyetje. Pasi jemi shpejt për të folur për këtë gjë. Pam një vullnet të mirë nga ana Kinës për të ndërhyrë si mediator në mënyrë që të vazhdojnë negociatat e paqes në Islamabad. Kështu që sot i referohemi pikërisht kësaj klauzole, duhet pikërisht ndërhyrja e një të madhi i cili në këtë moment kërkon stabilitetin. Trump ishte dakord. Pin ishte dakord, ajo e cila në një farë mënyre u rikonfirmua ishte që Amerika kërkon marrëdhënie të mira tregtare me Kinën.
ne duhet të kujtojmë që në një farë mënyre, gjatë gjithë këty historiku të 20 viteve, marrëdhëniet tregtare midis Shteteve të Amerikës edhe Kinës kanë qenë teknologjia amerikane është çuar në Kinë dhe është prodhuar nga kinezët. iPhone-ët që ne përdorim sot, shumica e mjeteve teknologjike janë produkte amerikane, por prodhimtarinë e kanë në Kinë. Që është esenciale nga këto dy vende, dhe duke qenë se sot jemi pjesë e globalizmit dhe jemi pjesë e kapitalizmit si sistem ekonomik, është esenciale bashkëpunimi midis vendeve. Kjo u pa kryesisht nga takimi Trump-Pin. Nuk kishte ndonjë marrëveshje kryesore ekonomike, përveç faktit që Kina do importoj diku tek 27 miliard prodhime bujësore nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, por gjithashtu u lanë në status quo disa vendime shumë kyçe, siç është statusi i Tajvanit apo dhe statusi i Iranit nga ana tjetër. Nëse për Tajvanin jemi ende për të folur, për Iranin ka ende shpresë. Edhe pikërisht kjo është arsyeja ku edhe Donald Trump nga ana tjetër si biznesmen, që është në radhë të parë, pastaj është president, si biznesmen synon zhvillimin ekonomik dhe zhvillimin e marrëdhënieve tregtare. Pasi siç e kemi përmendur dhe më përpara, fituesi më i madh nga ky konflikt është Amerika. Është Amerika në këtë moment që po prodhon para. Dhe absolutisht Kina me nuhatjen e saj, që mos të ngelim mbrapa si forcë botërore ekonomike, është detyruar të ulet me SBA-n. Prandaj kishim një takim kaq miqësor, i cili në fund konkludoi me presidentin Trump duke i bërë ftesë të hapur presidentit kinez për një takim në Shtëpinë e Bardhë. E qartë. Por, Reja, ashtu si thash dhe në fillim, pra Irani ka paraqitur Shtetet Bashkuara një propozim të ri për ku përfshin këtu heqjen e sanksioneve ndaj Teheranit, lirimin e fondeve iraniane të ngrira, por dhe përfundimin e bllokadës detare ndaj vendit. A mendon Rei se ky është propozim, pra ky propozim do të jetë ndoshta sinjali i parë për një marrëveshje mes SBA-s dhe Iranit, dhe nga ana tjetër, çfarë fiton realisht Irani nëse hiqen të gjitha sanksionet amerikane? Atëherë, do të kemi parasysh që Irani 90% të tregtisë e zhvillon me Hormuzin. Nëse i mbyll Hormuzin Iranit, ekonomikisht vdes. Askush nuk e do këtë gjë. Nuk e do Irani në radhë të parë, se të shkatrohet ekonomikisht, do përfshirë dhe sanksionet ekstra, nuk e do lindja aziatike, sepse është automatikisht e dëmtuar pasi merr një pjesë të konsiderueshme nga Hormuzi, nuk e do Europa, e do vetëm Amerika. Sepse në momentet e bllokimit të Hormuzit, është Amerika ajo që shet. Por ajo çfarë vjet e re sot e kësaj dite, është një klauzol shumë interesante e vendosur midis dy fuqive të mëdha. Irani duhet të heqë dorë një herë përgjithmonë nga ëndra bërthamore. Kjo ishte diçka, një kërkesë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe një konfirmim nga ana e Kinës. Irani është midis dy zgjidhjeve, nuk është se ka shumë për të luajtur. Sepse fuqitë e mëdha, të cilët kanë pushtetin, e kanë diktuar vullnetin e tyre. Nëse do të mbijetosh, hiq dorë nga ëndra bërthamore. Nëse Irani do vazhdoj përsëri tendencën për pasurimin e uraniumit, tendencën për të qenë agresor ndaj fqinjve të tij, e kanë shumë të thjeshtë fuqitë e mëdha, në këtë rast Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk kanë nevojë ta luftojnë. Thjesht vazhdojnë bllokadën dhe të rënojnë ekonomikisht. Jemi në globalizëm. Ajo çfarë ka interese më të madh sot është zhvillimi dhe mirëqenia ekonomike. Në momentin që dështon mirëqenia ekonomike, nuk ka asnjë lloj vlere. Regjimi është i prirur të shëmbet nga brenda. Për të shmangur këtë lloj katastrofe, regjimi i Teheranit është i detyruar të bashkëpunojë në këtë momente. Pa çka nëse i pëlqejnë apo jo kushtet e vendosura nga fuqitë e mëdha, që në këtë rast janë Kina dhe SBA-ja. Po ajo që na tregoi historia e kohëve të fundit. Teknologjia amerikane është shumë e madhe. Forca ushtarake amerikane është shumë e madhe.
forca ekonomike e SBA-ve është shumë e madhe. Irani duhet bashkëpunoj me aleatët. Aleati kryesor i Iranit në këtë momente është Kina, nëse flasim për një shtet i cili mund të ndihmojë ekonomikisht. Kina kaloi me SBA-n, bën marrëveshje me njëri tjetrin. Kështu që si do të jetë situata për Iranin, sa do e agravuar të jetë situata për Iranin, sa do të vazhdoj propaganda politike e Death to America apo armatose së vendit, Irani ka të pamundur në kushtet e gjeopolitikës moderne për të pasur një qasje agresive. Gjithmonë nëse duam të flasim për një vend i cili synon të arrijë suksesin, nëse duan të vazhdojnë pikërisht në këtë lloj forme, atëherë e shikoj shumë të vështirë që qofse një Iran me insistimin drejt planit të tip bërthamor do ketë mirëqenie ekonomike. Duhet të zbatohen se s'bën rregullat që thojnë fuqitë e mëdha. Këto janë pasojat e rendit të ri global. Na pëlqejnë apo nuk na pëlqejnë të tjerëve. Qartë, por Rei mendon se Washingtoni do ta pranonte largimin e forcave amerikane në rajon dhe nga ana tjetër a do ta pranonte vetë Donald Trump pra një marrëveshje që shihet si një fitore për Iranin, pra bëhet fjalë për propozimin e ri që ka ardhur nga Irani për Shtetet e Bashkuara, që sigurisht përfshirja e heqja e sanksioneve ndaj Teheranit, lirimi i fondeve iraniane të ngrira, por sigurisht dhe përfundimi i bllokadës në ndaj vendit, pra ndaj Iranit. Mendon se kjo do të shihej gjithas si një fitore e Iranit, të shuajmë edhe nga ana tjetër do të pranohej nga ana e Shteteve të Bashkuara? Unë mendoj se nga fillimi i luftës Irani ka humbur shumë. Do kemi humbje të paktën 6 muaj që shkon pikjat për poshtë. A do të shihej si fitore? Çfarë do lloj mënyre për të shmangur konfliktin e armatosur, do të shihet si fitore dhe duhet të jetë fitore. Diplomacia funksionon për të vendosur paqe dhe stabilitet. Diplomacia duhet shërbej si një arsye për të negociuar me njëri tjetrin. Diplomacia duhet shërbej për faktin e vetëm që duhet shmangur katastrofa e humbjes së jetëve njerëzore. Tashmë topi është në dorën e Iranit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk duan të sulmojnë më. Bota kërkon të jetë në paqe. Irani e ka në dorë nëse do vazhdoj retorikën e luftës apo do shikoj një dritare të re për drejt prosperitetit dhe zhvillimit ekonomik. Nëse jemi në kushtet e tanishme, ne kemi përmendur do vazhdojnë negociatat, po situata nuk do përmirësohet. Do të kemi parasysh faktin që me Iranin në sanksione, me Hormuzin e bllokuar, është Amerika që fiton. Është Amerika e cila shet produktet e saj. Kështu që pas shka faktit se Irani mund të thoj fituam, se duhet të thoj diçka për të ngopur propagandën politike që ushqen popullin e tij. Çështja kryesore këtu nuk është a do hiqen sanksionet ndaj Iranit, po a është Irani sot i ndërgjegjshëm për të ulur në tavolinë bisedimesh me aleatët perëndimor, me aleatët e vet lindor, me vendet e tjera globale në mënyrë që të kemi një zhvillim ekonomik gjithë bota, pasi do kemi parasysh diçka për Iranin. Pozicioni gjeostrategjik i Iranit është në qendër. Pra, lidh lindjen dhe perëndimin, lidh Europën me Azin. Është esenciale për ekonominë globale që një Iran të jetë një shtet i fortë dhe me prosperitet. Kjo është mënyra se si duhet të luajë regjimi Ajatollahut nëse kërkon në të vërtetë të mbajë veten në këmbë dhe të sjellë prosperitet për Iranin. Nëse do vazhdohet me retorikën që do shkojmë në negociata, por ne nuk tërhiqemi nga vendimet tona sepse kemi parë dhe vendime të dyzuara. Pra ulemi në negociata, por ne duam të kemi arsenalin bërthamor. Ajo e cila unë mendoj se mund të sjellë një fund të këtij konflikti të armatosur, është pikërisht ndërhyrja e presidentit kinez, i cili u tregua i gatshëm për të qenë mediator, ende jo formale, pra duhet të kalojnë disa kohë, sepse procedurat diplomatike nuk janë gjëra që zgjidhen sot për nesër. Flasim për diskurse, flasim për pika, flasim për orientim politikash
të cilat duan kohë për të ndërmarrë dhe kohë për të zbatuar. Ajo çfarë ja vlen të përmendet në kushtet që jemi, është që për herë të parë nuk po flitet unë do vi të bombardoj. Unë do vi të shkatroj. Për herë të parë po flitet për një vullnet të mirë që ne të ulemi në negociata, pasi negociatat e bëra pak më përpara në Islamabad u treguan që nuk është se ishin shumë efikase. Pra duhet ndërhyrja e një i treti. Dhe i treti në këtë rast është Kina. Është Kina e cila me vullnetin e saj synon të futet në negociata midis të dyja palëve për të sheshuar mosmarrveshjet momentale. Por në fakt reisht të planifikuar një sulm ndaj Iranit, ku presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar se e ka shtyr pra sulmin ndaj Iranit, të cilin ishte planifikuar të niste sot ose nesër. Dhe ndërkaq Trump ka shkruar se ishin liderët e Katarit, Arabisë Saudite dhe Emirateve Arabe të cilët i kërkuan ta shtynin këtë sulm. Pse Katari, Arabia Saudite dhe Emiratet ndërhyn për të ndalur një përplasje ushtarake dhe nga ana tjetër, a janë duke u përpjekur ata të shmangin një luftë që mund të destabilizojë të gjithë rajonin në Lindjen e Mesme? Po në kushtet që flasim, duke pasur edhe dijenin e armatimit që përdor Irani, këto vende janë linja e parë e sulmit. Normalisht nuk e duan. Askush nuk e do. Askush nuk kërkon konfliktin në këto momente. Jemi në një pikë shumë delikate. Një lëvizje e armatosur mund të çojë dëm atë çfarë po bëhet momentalisht. Kjo është arsyeja kryesore. Unë nuk mendoj se ky është një vendim i vendeve arabe. Ky është totalisht i vendim i SBA-ve. Nëse Amerika do të sulmojë, të sulmon dhe nuk të pyet fare. E ka treguar më përpara këtë gjë dhe janë të aftë për ta bërë këtë gjë. Por të gjithë vendet, sidomos vendet e rajonit, po synohet të arrit stabiliteti. Ne duhet kemi në dijenin ton, duhet të dimë që ai rajon ka shumë kohë i cili është në destabilitet. Domethënë, destabiliteti filloi që me sulmin i cili çoi në përfundimin e Gazës. Pra ishte 8 shtatori, i cili krijoi destabilitetin. Kur u fut Hamasi drejt Izraelit, kur Izraeli më pas u lëshua drejt Gazës, kur pati konflikte në Liban ndaj Hezbollahut, kur pati konflikte ndaj Houthit në jug. Prandaj çështja është e atill, po flasim për një rajon të stërlodhur nga luftrat. Irani në këto momente është katalizatori i cili mund ta mbylli këtë gjë. Prandaj është domosdoshëm që Irani të jetë i stabilizuar. Prandaj është domosdoshme të jetë paqja. Prandaj dhe vendet e Ligës Arabe në këtë moment ose fqinjët e Iranit kërkojnë që të ulen në negociata. Nuk është konflikti zgjidhja. Pavarësisht se këto vende mund ta përballojnë konfliktin. Sepse është teknologjia amerikane. Kur të del Uncle Semi përpara, nuk e çfarë ti bësh. Kjo është diçka e vërtetuar. Prandaj mund të shikojmë qaste që vendet arabe kërkojnë një farë ulje në negociata, një farë tensionimi të situatës dhe rikthimin e një farë normaliteti. Pasi kemi të bëjmë dhe vazhdoj të mësoj te kjo gjë kostoja ekonomike. Luftrat sot nuk janë më politike. Luftrat janë ekonomi. Kush do bëjë më shumë para? Nëse Lindja e Mesme është në konflikt, vendet që aleatët e SBA-s, pra Emiratet e Bashkuara Arabe dhe vendet e tjera përreth, Katari, rrezikojnë shumë. Flasim për vende të cilët ekonominë e kanë të zhvilluar nga nafta dhe nga turizmi. Po i çove në luftë, ja bllokove naftën. Po i çove në luftë, i hoqe turizmin. Po ja hoqe këto të dyja, i hoqe parat. Prandaj të gjithë vendet synojnë, duan paqe dhe boll më konflikt. Pa çka nëse Irani apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të aftë për të zhvilluar më tej konfliktin. Qartë.
Rej, për të mbyllur, ndërkaq, apo i përdor Trump kërcënimin ushtarak për të arritur një marrëveshje më të fortë politike pra me Iranin dhe nga ana tjetër e gjithë përplasja ushtarake a mund të shmanget vetëm përmes garancive për programin bërthamor iranian? Atëre, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë fituar luftën. Pra, Irani është i bllokuar. Irani është në nënkëthetrat e Amerikës në këtë momente. Në qoftë se Amerikës i teket, ti s'do kalosh, ti nuk kalon dot aty. Sa do të mundohet Irani, sa do propagandë të bëjë, e ka të pamundur të dalë kundra politikës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nuk e ka as kapacitetet ushtarake, as kapacitetet ekonomike. Aleatët po i thojnë ulu, negocio. Kina po thot negocio. Rusia nga ana tjetër ka disa halle të saja me Ukrainën dhe nuk është se po përzihet shumë në këtë muhabet. Irani ose do ndjeki rrugën që thot Kina dhe do ulet në negociate duke hequr dorë një herë përgjithmonë nga ëndra bërthamore, ose do të jetë i dënuar të shkatërrohet në sanksione ekonomike. Zgjidh edhe merr. Këto janë dy skenarët. O mbaje këtë dhe shkatërrohu deri në fund, ose hiq dorë nga kjo dhe zhvillohu, jepi një mundësi vetes, jepi një shans të dytë vetes. Bota momentalisht i ka thënë Iranit ke një mundësi për një shans të dytë. Mos e ço dëm. Pra do jetë vullneti i ajatollahut të ri se çfarë do të bëj me vendin e tij. A do ta zhvilloj vendin e tij apo do të shkëtroj më tej? Kjo është çështja. Kështu që nuk ka nevojë të themi a fiton Irani apo humbet Irani, fiton Amerika apo humbet Amerika. Amerika gjithmonë fiton. Na pëlqen apo nuk na pëlqen neve, Amerika fiton. Është lideri sot global për sa i përket tregtisë, duke detyruar edhe Kinën për të ulur në negociata me Amerikën. Në reduktimet tarifash, në prodhimet bujqësore, në zhvillimin teknologjik. Kështu që ne këto gjëra duhet të lexojmë nga gjeopolitika. Këto janë rregullat. Na pëlqen apo nuk na pëlqen. Ose do zbatojmë rregullat dhe do ndjekim një linjë drejt globalizmit, ose jemi të detyruar të shkatërrohemi. Kjo është dilema. Çfarë do bëj ajatollahu? Dhe këtë do na tregojnë ditët në vijim, nëse Irani do ketë dëshirën për të riulur në negociata dhe për të kërkuar ndoshta edhe ndërmjetësimin kinez për diçka më tepër, apo do vazhdoj përsëri me narrativën agresive politike dhe me sulme drejt fqinjve. Se Amerikën nuk e prek dot. Nuk ka shanse ta preki dot. Mirë. Rej, kemi arritur në fund, falenderoj për çdo informacion. Ishte kënaqësi. Faleminderit juve, Kristina. Mirë, shikues nderuar, kemi arritur në fund të kësaj pjese të parë, rikthehemi pas pak për të ndalur tek Kosova dhe Serbia në pjesën e dytë.